Këshilli i Ministrave ka shpadhur 2 nëntorin ditëzie kombëtare me nderim të ish-kryeministrit Fatos Nano, një prej figurave më të spikatura të politikës shqiptare të pas viteve 90. Në njoftimin zyrtar të qeverisë ai cilësohet se si një udhëheqës dhe politikan i shquar që ka dhënë kontribut të vyer në jetën politike dhe demokratike të vendit. Sipas vendimit të gjatë ditës së diel, në të gjitha institucionet shtetërore dhe publike, flamuri kombëtar do të ulet në gjysmështis. Ceremonia e omazheve do të zhvillohet në Pallatin e Kongreseve, duke nisur në orën 08:30 deri në orën 11 paradite, ku fillimisht qytetarët do të kenë mundësi të nderojnë figurën e ish-kryeministrit, ndërsa më pas do të jenë autoritetet shtetërore dhe personalitetet publike. Në orën 12 do të ndërpriten të gjitha aktivitetet në vend dhe do të mbahet 1 minutë heshtje në kujtim të Fatos Nanos, ndërsa më njëherë pasaj në orën 12:05 do të nisë ceremonia shtetërore lamtumirës në mjediset e Pallatit të Kongreseve. Gjatë zhvillimit të ceremonisë, Radio Televizioni Publik Shqiptar do të transmetojë muzikën funebre, ndërsa për organizimin e të gjitha veprimtarive është ngritur një komision i posaçëm në mbikëqyrjen e kryeministrit. Në nderim të figurës së tij, edhe Federata Shqiptare e Futbollit ka njoftuar se të gjitha ndeshjet e fundjavës do të mbajnë 1 minutë heshtje për ish-kryeministrin socialist. Në moshën 73 vjeçare, Fatos Nano mbylli një kapitull të rëndësishëm të historisë moderne të Shqipërisë, si një prej protagonistëve kryesor të tranzicionit politik dhe themeluesi i Partisë Socialiste, duke lënë pas një trashëgimi të ndjeshme në jetën politike dhe institucionale në vend.